E nderuar zonja Elisa Spiropali, kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, e nderuar zonja Sula, kryetare e Autoritetit, e nderuar zonja Bardyli, drejtoreshe e Qendrës Kombëtare për Librin dhe Leximin, të nderuar ish të përndjekur, të nderuar pjesëmarrës. 23 gushti shënon ditën europiane të përkujtimit të viktimave të regjimit totalitar. Ditë e cila u shpall si e tillë nga Parlamenti Evropian në vitin 2008. Autoriteti për informim mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit që prej krijimit të tij në vitin 2017, çdo vit në këtë ditë ka përkujtuar, nderuar përmes aktiviteteve të ndryshme viktimat e njërit prej regjimeve më të egra të instaluara në Europë. Ndërsa Shqipëria po përjeton një interes të jashtëzakonshëm e gjithmonë në rritje të vizitorëve të huaj për të njohur sidomos vlerat kulturore të vendit, nevoja për të dëshmuar identitetin ton na shtyn të thellohemi në njohjen e historisë sonë të kaluar dhe shpesh të mohuar. Në fokus të kësaj dite kujtese, u përzgjoh të flitet për një dimension të panjohur të njërit prej objekteve fortifikuese dhe monumentale të kulturës, më domethënëse të trashëgimisë kulturore shqiptare. Kalan e Porto Palermos. Shumë kush di shumë mbi këtë fortifikim të ndërtuar nga Ali Pasha, shumë të tjerë për historinë e nëndetëses 105, për tunelin e bazës ushtarake afër kësaj kalaje, po pak kush di për vuajtjet çnjerëzore që kanë pësuar rreth 200 të dënuar që u sollën në këtë kala në vitin 1949 deri në vitin 1950, e që për këtë periudhë shërbeu si një prej burgjeve më atipik të kohës. Misioni i AIDSSH-s për zbardhjen e historisë së errët të komunizmit përmes dokumenteve arkivore dhe edukimit të shoqërisë me mësime nga e kaluara jonë e përbashkët diktatoriale, gjeti përkrajen dhe mbështetjen e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit si dhe Ministrisë së Kulturës, të cilët gjejmë rastin t'i falenderojmë për këtë bashkëpunim që zgjon përjetime të forta në ditën europiane të përkujtimit të viktimave të regjimeve totalitare. Në ndihmën e flautit të mjeshtres Ledina Çobani nga Instituti Europian Muzikor në Milano, juftoj të meditojmë nëpërmjet tingujve të Schindler List dhe Nabucco, Va Pensiero, Kori I Sklever.
Kemi nderin të na bashkohet sot zonja Elisa Spirovali, kryetare e Kuvendit të Shqipërisë. Të respektuar dëshmitar të historisë tragjike të mbijetuar të kampit të Porto Palermos, zoti Lek Pervizi, zoti Lek Mirakaj, zoti Dine Dine, zoti Bibia Mirakaj dhe zonja Rudina Dema Manga. E nderuar zonja Suli, e nderuar zonja Barduli, i nderuar përfaqësuesi i Bashkisë Himar në kryetari, i nderuar zoti Fezollari, kryetari i shoqatës kombëtare antikomuniste të ish-ndjekurve politik, të nderuar miq, zonja dhe zotrinj. Ndjem e nderuar të marr pjesë në këtë veprimtari përkujtimore. 23 gushti është shenjuar nga Parlamenti Evropian si dita e kujtesës evropiane për viktimat e komunizmit dhe fashizmit. Një ditë homazhi e kujtese për ato 10 miliona jetë njerëzore të këputura në mes. Ato drama e tragjedi personale të gjithë shoqërisë njerëzore, të shkaktuara nga këto dy skaje ekstreme të regjimeve dhe ideologjive, dy skaje të së njëjtës hyrënere, dy anë të së njëjtës monedë kriminale siç ishin nazifashizmi dhe komunizmi. Shpesh këshillohet se për të ecur përpara nuk duhet kthyer koka pas. Po aq shpesh thuhet edhe kundërta, që të kesh siguri dhe garanci për të mos u ripërsëritur e liga në të ardhmen, një sy duhet mbajtur gjithherë nga e shkuara. Çfarë harrohet, rrezikohet të ripërsëritet. Ka vetëm 3 dekada e pak që Shqipëria u nda nga diktatura komuniste. Foshnjët e lindura në atë ku thyerjet historisë tashmë janë prindrit e tyre janë gjyshërbipash e mbesash. Është shumë e vështirë të shpjegohet fëmijës së sotëm se çfarë ishte burgu i ndërgjegjes, se çfarë peshte kishte dera e qelisë, sa erët ishte humbella e galerisë ku punoi skllavërisht, se çfarë makthi ishin telat me gjëmba, apo sa vriste plumbi që qëllonte në emër të ideologjisë që ndante shqiptarin nga shqiptari, nënën nga biri, motrën nga vllai, fshinjin nga fshini, që i ndante me bariera frike e urrejtjeje, refuzimi e mohimi. 3 dekada janë një kohë shumë e gjatë për individi, por janë pak në jetën historike të një kombi. Edhe atëherë kur jeta e sjell që të prekësh pak histori para syve si këtu, që bëhet edhe më dramatike, ndoshta pikërisht për shkak të kontrasteve të hatashme. Porto Palermo, kjo perlë e bregut ton, dukej si zgjedhja më djallëzore për të detyruar bashkëjetesën e mrekullisë me diell, det e mal dhe makthit me të cilin pushtuesit dhe sunduesit e këtij vendi mbyllnin, izolonin, e rrekeshin të shtypnin, e shuanin kundërshtarët e tyre. Mundet vetëm ta imagjinosh, e ta ndjesh, po jo ta përshkruash, se si mund të jetë një burg që këtej ka murin që mbyll trupin dhe andej i jep syrit lirin që të prek pafundësinë e horizontit mbi det. Është kaq e vështirë për të gjithë ne që vim nga një kohë tjetër, që të imagjinojmë se si mund të ketë qenë terri i qelisë në këto oazë të natyrës me diell që nuk perëndon kurrë. Së paku 13 muaj, 1949-1950, ky vend tentua të bëhej varr ëndrash dhe mal vuajtjesh njerëzore. Por 2 lekët, Pervizi e Mirakaj që ndodhen këtu e të tjerët, si të mbjetuar të asaj kohe tegër, janë dëshmia se asgjë në botë nuk mund të jetë më e fortë se qenia njerëzore. Se liga që i ra gurit dhe e theu i ra njeriu dhe u thye vetë. Sepse njeriu është më i fortë se vetë liga. E dashur Gentat, falenderoj për idenë e autoritetit të dosjeve që përzgjodhet të ndalin me publikun të histori në ditën e kujtesës, ku krahas dokumenteve arkivore do të flasin dëshmitar okular të saj. Një nga dëshmitarët e dorës së parë, po që nuk është më mes nesh, është debiri i dërmiu dhe i gjithë Shqipërisë, shkrimtari idealist dhe antifashist Petro Marko. Kundërshtar i çdo regjimi, shpirt i lirë nga letërsia dhe ushtar i lirisë, Petro Marko përpara se të mbyllej në internim në ishullin italian të Ustikës, u internua siç shkruan vetë ai, në atë vet në fshatin e tij në Tërmishun pranë kësaj kalare. Sot ne rikujtojmë me dhembje respekt 82 burrat, 62 gratë dhe 37 fëmijët, të cilët bashkëtuan me vdekjen në birucat e kësaj kalaje
për 13.000. Ata 82 burra u rrëmbyen përdhunshëm prej shtëpive e punëve të tyre të përditshme dhe kamp pas kampi u sugjunosën në muret e kësaj kalare. Ato 62 gra u nxorën pa mëshirë prej shtëpive e kujdesit për fëmijët dhe familjet dhe u degdisën në këto biruca. 37 djemë dhe vajzat të mitura u konsideruan gjithashtu armiq. I ndan nga fëmijëria dhe i ndryn dhunshëm në ferin që urrejtja në emër të ideologjisë kishte ndërtuar në këtë skaj parajse të natyrës. Persekutimi komunist është një pjesë e errët e historisë moderne shqiptare. Fatkeqësisht ende jo e njohur siç duhet, ende e paqortuar dhe e kuptuar në të gjithë kompleksitetin e saj, pjesë e një tragjedie që pushtoi gati gjysmën e botës dhe bëri këtë botën tonë të vogël shqiptare të zymte tragjike. Kampi i Porto Palermos në këtë kalar gjithashtu një nga faqet që duhet studiuar, ekspozuar dhe njësoj si viruset që vriten kur dalin në dritë të diellit, duhet të ndriçohet nga drita e njohjes për të ndarë përfundimisht në të. Mbjetesa juaj të dashur miq është sa fakt individual, po është një detyrim për të dëshmuar të vërtetën tuaj. Një lloj si frati i madh Azev Plumi, juve ju kurseu e keqa për të rrojtur e për të dëshmuar mbi të. Është falush duke njohur të shkuarën, do të jetë më e sigurt edhe vetë e ardhmja. Të nderuar miq, viktimat e ish persekutuarit për regjimin totalitar meritojnë dhe do të vijojnë të meritojnë të gjithë nderimin dhe respektin e shoqërisë dhe të brezave. Sa më shumë të nxjerrim nga raftet e burosura në dritën e publikut këto histori, aq më vendosmërisht do të ndahemi prej tyre, duke lënë dëshkimin jo urrejtjes e hakmarrjes, por gjykimit të historisë dhe institucioneve demokratike. Përndjekja që preku edhe Petromarkën shënjoi në mënyrë të njëjtë si të burgosur edhe komunistët në fillim kur luftonin për çlirimin e vendit, edhe antikomunistët më pas që dëshironin një Shqipëri me fytyrë nga perëndimi. Në kryet herës, sipas direktivës së Jakomonit, të datës 5 qershor 1939, të gjithë personat të cilët shmohen të rrezikshëm për sigurinë të internohen nga 1 deri në 5 vjet. Vetëm 2 muaj pas pushtimit, autoritetet italiane urdhëruan krijimin e fushave e kampeve të internimit në mjaft zona të vendit, mes tyre edhe këtu në Porto Palermo. Patriotët e luftëtarët antifashistë, që kishin filluar të organizoheshin kundër pushtuesve, do të provonin të njëjtin fat edhe në kampet e tjera të internimit në Shqipëri dhe në Itali. Në këtë vit të 80 vjetorit të çlirimit, nderim me respekt të thellë për patriotët antifashistë, të internuar në kampet e fashizmit, që bashkë me luftëtarët e ushtrisë nacionale çlirimtare sakrifikuan rinin dhe jetën e tyre për lirinë e vendit. Më lejoni zonja dhe zotrin të ndërtoj një paralele për 2 grupime shoqërore më të goditura prej komunizmit, ish të persekutuarit dhe ish pronarët. E bashkë me ta edhe vetë idealistët e sistemit. Ata që besuan dhe luftuan në emër të një ëndre dhe u bën po ashtu viktima të saj. Në emër të drejtësisë sociale, gjatë dekadës së fundit, ligjet, politikat, programet dhe institucionet shtetërore janë marrë në mënyrë të posaçme me këto 2 grupe të persekutuara. Për të vendosur në vend padrejtësitë e totalitarizmit dhe rikthyer të drejtat e grabitura për ish-pronarët dhe jetët e përgjakura për ish-persekutuar. Qëllimi ynë është që sa më shumë të rikthehen këto të drejta pronarëve, aq më shumë do t'u heqin atë damkën e të qenurit ish që ka qenë një gjyllë e rëndë në politikat për drejtësi sociale, sidomos ato të pronësisë. Qëllimi ynë është e do të jetë që sa më shumë të riintegrohen ish të persekutuarit në jetën dhe shoqërinë demokratike, aq më shumë termi ish do të mbetet një shenjë e të kaluarës totalitare, një referencë e shoqërisë dhe e historisë. Cilësorin ish të pronarëve po ua heqim, se ata duhet e po gëzojnë e do të gëzojnë realisht pronat e tyre. Cilësori ish për të përndjekurit do të jetë gjithmonë, sepse vuajt jetë në mund të shuan, dhe pse të përndjekur të ri nuk ka dhe nuk do të ketë. Trajtimi i çështjes së viktimave të totalitarizmit, pasardhësve të tyre dhe ish të përndjekurve politik në kontekstin e një demokracie liberale, siç është sot shoqëria shqiptare, është një çështje komplekse. Në radhë të parë, është një çështje politike, në sensin që shoqëria, shteti dhe institucionet
duhet të njohin katërcipërisht për masat e kësaj traume politike dhe shoqërore. Por edhe të krijojmë kushtet që të drejtat dhe liritë të lullëzojnë për të gjithë, që institucionet demokratike t'i forcojnë, që vlerat demokratike të jenë udhëharta e Shqipërisë evropiane dhe që të gjitha këto procese për ishtë për ndjekurit të gëzojnë patjetër akses, përfshirje, kontribut dhe prosperitet. Është një çështje ekonomike, është kombesim sa do i konsiderueshëm qoftë, nuk mund të kthejë jetët e humbura, të përgjakura e të çmtuara. Ne duhet krijojmë dhe synojmë krijojmë kushtet që liritë ekonomike dhe tregjet e lira të jenë aksesi dhe destinacioni i këtij grupi shoqëror. Është një çështje ligjore. Në tryezën time, si dhe në kalendarin e punës së kuvendit, kemi propozimet për ndryshime në ligjin për trashëgiminë kulturore dhe muzet, në ligjin për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, në kuadrin ligjor dhe nënligjor për pafajësinë, amnistin, rehabilitimin dhe dëmshpërblimin e ish të dënuarve politik të regjimit komunist. Këto propozime do të kenë vëmendjen time maksimale. Kuvendi do të bëjë më të mirën për të plotësuar e përmirësuar legjislacionin për trajtimin, dinjitetin dhe prosperitetin e ish-përndjekurve, njohjen e trashëgimisë së tyre politike, njerëzore e kombëtare si pjesë e historisë dhe trashëgimisë tonë kombëtare. Duke falenderuar autoritetin dhe grupet parlamentare për këto propozime dhe duke qenë se këto çështje nuk janë dhe nuk duhet të jenë çështje partijake, do të synojmë mbështetjen dhe konsensusin e të gjitha grupeve parlamentare për shqyrtimin dhe miratimin e tyre. Është një çështje sociale, e cila presupozon drejtësi sociale dhe nxitjen e kontributit tyre për kohezion social. Është një çështje e edukimit demokratik dhe qytetar, që brezat e sotëm dhe të ardhëm të Shqipërisë të njohin këtë faqe të historisë tonë, e cila do t'i bëjë ata, por dhe të gjithë ne, të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm, që dashuria mund urrëtitjen, e mira të keqen, mirëkuptimi grindjet, toleranca konfliktin, urtësia dhunën dhe interesi publik e kombëtar, interesat individuale dhe partikulariste. Prandaj, kultura e respektit, paqes dhe pajtimit duhet edukohet të brezat e rinj përmes sistemit arsimor dhe burimeve të tjera edukuese. Kuvendi do ta konsiderojë këtë një aspekt të rëndësishëm të misionit të tij si edukator publik demokratik e qytetarëve. Në sfundi, duke falenderuar edhe një herë organizatorët e kësaj veprimtarie, Genten, Alpen, po dhe të gjithë të tjerët, shpreh mirënjohjen time dhe të Kuvendit të Shqipërisë për qeverinë suedeze, Bashkimin Evropian dhe Komisionin Ndërkombëtar për të Zhdukurit dhe mbështetjen e veprimtarive të autoritetit, si dhe për qeverinë e Zvicrës dhe Fondacionin Konrad Adenauer për mbështetjen që japin ndaj veprimtarisë së kujtesës. Mirënjohja shkon gjithashtu për komunitetet fetare, për mbështetjen e tyre shpirtërore dhe njerëzore, ndaj lehtësimit të integrimit shoqëror të kësaj shtrese dhe ruajtjes së vlerave të lirisë, të drejtësisë dhe të humanizmit. Faleminderit. Së bashku me kolegun tim Kudret Alikaj, do të përpiqemi ta rikthejmë Porto Palermo nëpërmjet poezive të shkrimtarit Luan Rama dhe kujtime nga ish të dënuarit. Verë 1949, 5 vite pas parimit së dytë botërore, Shqipëria vua një tjetër luftë, këtë herë atë midis shqiptarëve. Regjimi komunist që në vitet e para të vendosjes së tij kishte filluar ndëshkimin e kundërshtarëve politik, të shtresës së pasur dhe të intelektualëve. Mira për tyre ishin mbyllur në burgje dhe në kampe. Në Tepelen ishte një nga kampet e internimit, por shumë shpejt një tjetër kamp do të hapi, këtë herë këtu, në Porto Palermo. Lek Mirakaj, njëri prej ishte dënuarve politik, kujton ditën e nisjes. Ishim në kampin e Tepelenës. Erdhëm aty, na lexuan listën e emrave. Gjina Mirakaj, Mojsi Mirakaj, Lek Mirakaj,
Lucia Miraka ishte nusja e vllajt me djalin dhe vajzën. Lek Pervizi, Markagjonajt, nuk ishin shumë kujtoj, nuk na than fare se ku do të na çonin, absolutisht nuk e dinim ku do shkonin, por kujtoj nanën, gjithmonë për Bardh Markagjonin. Ajo ishte majteshave në kamion dhe i thoshte nanës, o Gjin, ku po na çojnë? Në Porto Romano? I kishte treguar mamës që jemi në Porto Palermo. Pjesë të vogël, 2 kamion me çfarë mbaj mend unë. Nuk e kishin besuar kur që si vëllezërit tanë bi të një toke, të një gjaku e altari, rritur në të njëjtin diell, mbathur në varfërinë e kopshme, mbështjell me shpresë. Do të na urrenin dhe vrisnin kaq shumë. Nuk e kishin besuar të ndronim kaq shumë. Të endeshim në një zgjendër të pafund. Të ndronim për ujë, për shtroj, dritë. Këtu, në këtë kalaguri, pa shpirt, ku veç rënkimi i detit dëgjohet, nga të mbyturit, të vdekurit, të gjallët. Xhabegjo vendosi të mos klithte më. Zoti ynë na ka braktisur dhe nuk na do më. Ja tek shkon e turpëruar je e tij. Tek shkallët me zgurve, Begjo gjen një fije bari, manitet me këtë shenjë nanuritse të jetës, si sytë e gjelbër të bebes 7 vjeçe, që me të në dorë i ngjan se ren në lëndinat e gjelbra, si të përcjell në botën lart një haber të madh. Kjo fije bari është lajmësja e pranverës son. Pranvera po afron, nuk ja dëgjoni hapat. Dhe tund triumfator atë fije bari, gjithhire e arom, pa kuptuar se në ag, veluri i gjelbër nuk do t'jetë më. Se e zeza aty i mbyt të gjitha ngjyrat. Në dëbot të verbrisht, të etur nga drita, ku veç e gjelbra e syve të bebes shndrin ende. Në Porto Palermo, përveç burrave, u dërguan edhe gra e fëmijë. Disa prej tyre dëshmojnë kujtimet e fëmijërisë dhe kujtimet e nënave të tyre. Lek Pervizi, një tjetër vuajtës dhe ishi dënuar politik në Porto Palermo, kujton. I hoqën disa familje të përmendura edhe disa burra edhe i transferuan në Porto Palermo, ku i mbyllën në kalan mesjetare të Alipashës. Kështu u krijua ky kamp me familjet e mëdha, siç një popullit i gjitha në veri. Citoj disa emra të tyre: Gjon Markaj, Pervizi, Topalli, Mirakaj, Bajraktari, Dine, Dema, Kaloshi, Agolli, Golja, Sina, Lita, Spahia, Bajraktar të Mirditës, Kurbinit, Lezhës e Malësisë së Madhe. Edhe Lek Mirakaj ishte fëmijë kur udhtonte drejt Porto Palermos. Në mendjen e tij ka mbetur i fiksuar ky kujtim. Atë natë që kemi mbritur, atje mbaj mend kthesat e Salaris. Kërkoja gjithkohon, uj. E keni parasysh një fëmijë që ka etje dhe s'ndalet. Mundohet nana me nqetu, por fëmija është fëmijë. Oficeri që na shoqëronte ishte njeri, jo harbut. Ai mori atë kanaçen që mbajnë makinat e vjetra me i hedh ujë, pa rreth e rrotull për ujë, pus nuk pa, sepse nuk e njihte vendin, mori kanaçen dhe e mbushi në det. Edhe ma solli mua. E kam pi krejt. Aq sa vite më vonë, kur më hynte një pik ujë në det, thosha, si e kam pirë unë, pra ky është realiteti. E kam pi vetë. Dine, ishi dënuar politik i internuar në Porto Palermo, në moshë fare të njom, kujton. Kur zbritëm nga kamioni, pasi arritëm aty, mbaj mend që kur futeshim në kala, esnim duke mbajtur duart para, se mos rrëzoheshim. Nuk shihej fare. Dhe më kujtohet që kur u futëm, këmbët i kishim në ujë. Për ne kalamajt kishim vendosur gur në krevat që t'i ngrinin pak edhe të mos lageshim.
Rudina Dema, e internuar me familjen e saj në Porto Palermo, kujton. Vetëm kur shkuam atje e kuptuam. Rruga ishte e vështirë, shumë, e pa asfaltuar, me spyllit. Ishim të pangrënë, të papirë, të paveshur. Kemi shkuar në dimër, të paveshur. Kullonin, muret e kalas ujë, pa zjarë, pa dritë, pa kurgjë. Bibian Mirakaj, një tjetër fëmijë që përjetoi tmerrin e Porto Palermos, kujton. Më kujtohet kjo njëherë. Ai ripi i tokës, i gjatë, që futeshim në det, ku përfundon dhe kalaja. Mbaj mënd nëna tona që na lani në ujin e detit atje, duke na larë kështu, lakuriq, se të vegjël ishim. Edhe mbaj mënd lekën, xhaxhan tim që ishte gati shok me mua, se 2 vite diferencë kishim. Kjo kështjellë e bukur. Ngritur nga Pashaj për Vasiliqin. Bedena krenar në përerë dhe i gjinj që lagen në det. Ku ta dinte mjera grua se sytë e zinj dhe i gjinj të kolm që ata gurë kështjellë, një ditë do të ktheheshin në rasa vari. Ku vdekja bën rritin e saj pa lutje e klerik, pa këmbana që rahin çdo orë, çdo ditë, çdo muaj. Ku Fladi shkruan epitafe për ata që duan lirin dhe dashurin, gur, bedena, hije, poshtë në kuvat e Polifemit, ku dielli ndalet në hyrje si i plagosur pa mundur të hyjë në këthinat e pëshpërimës. Ku Karonti pret të marrë në dorëzim të vdekurin e radhës, mëkatarin pa emër, veç me një matrikull, numri 1745, për ta quar poshtë jonit të trisht në hatë, për te ëndrës, por jo harimit. Era këtu flet me gjuhën e mallit dhe të gurit. Edhe Lek Pervizi do të mbrinte në Porto Palermo bashkë me të vëllain më vonë se të tjerët. Ai kujton. Personalisht me vëllain tim Valentinin të arrestuar në Tiranë në maj 1950-s u dërguam në Porto Palermo, kur pas më shumë se 5 vjetësh u takuam me nënën tonë. Kështu unë u njoha me familjet që përmendëm, edhe me bashkëvuajtës të tjerë të mbyllur aty. Mirë që u çmallëm me nënën, sepse pas një jave familjet i hoqën të gjitha për në kampin e Tepelenës. Mbetëm vetëm ne, burrat, rreth 150 vet. Ne na ra me ndejt në një dhomë të madhe, 10 metra e gjatë, me gjerësi 5 metra, 20 vet në 2 reshta, drejte në plak, lartësia rreth 6 metra, vetëm një dritare e vogël ku drita vinte nga 3 metra gjerësi muri. Si ishte Porto Palermo, zoti Pervizi? Po të internuarit rinë të mbyllur në kala, terë, i zi, bira saguri, veç me teshat e tyre. Infrastruktur higjienike s'kishte, në natyrë. Uj pishëm nga një pus para komandës, çdo mëngjes e mbrëmje, kryej apeli në çdo dhomë. Ishim si në shpellë. Këtu u njoha dhe qëndruan ballë për ballë me Shpend Sherifin nga Tropoja, Vasil Kokalin nga Saranda, Avnia Gollin nga Dibra, pastaj 4 vëllezërit Qullhaj nga Librazhdi, 2 shkodran, njëri quhej Luiq e tjetri Hil. Ndër të njohurit e miqtë e tjerë në kala ishin Musa Sina, Bexhet e Aziz Ndreu, Tomor Dine, Cen Golmja, Sejit Ujkaj, Zev Gjoka nga Kurbini, e të tjerë që në kanike emrat. Po ç'ndodhi? Filluan të sjellin aty të burgosur që kishin bërë 5 vjet burg, si Viktor Dosti, Fatbarth Kupi, e sollën dhe të tjerë, rreth 20 veta nga Mirdita, të arrestuar për vrasjen e Bardhok Bibës. Më se 20 të tjerë nga Korça, kryesisht nga Devolli, nga Mallakastra, Elbasani, Konispoli. Viktori. Nag, porta lartë kërciti me zhurmë. Ushtari silte një të internuar. Këmbë, shkallë dhe silueta që sa vinin zmadhojshin mbi gurët e lagur të dyshemes. Ushtari e shtyu hien, dhe pastaj pa folur flaku trajstën e ti. Qizmet u ngjitën sërisht, shkallë mbi shkallë, me klithjen e plagve gjithnjë të hapura, me zhurmë në dhimjes në këtë kështjellë linçimi e harrimi.
nga Vjenti, nga Gjirokastra, burgu i Gjirokastrës. Dikush shohët përpara dhe pa me sytë e kuqit dignin. Viktori, tjetri tundi kokën. Eja në shtëpinë tonë, në zemrën tonë, pa porta, në gjakun tonë bërmavi me vdekjet e mëdha. Eja në urin tonë që u lërin, në puset e tjeston të pashuar. Ato 10 fytyra për et Viktorit, gjanin me fytyra murgjirish, njerëz të shëndruar në eremit, valë, shenjtor të panjohur, zgjuar nga varet me kocka dhe sytë shuar. Jetojmë akoma, përshpëriti një plak duke puthur sytë me it të Viktorit. Fryma jonë nuk do të shuhet. Eja, gjaku in nuk e ka humbur udhën e tij. Në shkurt të vitit 1950, në Porto Palermo numëroheshin 93 burra, 61 gra, 37 fëmijë. Kushtet ishin shnjërzore edhe për fëmijët. Lek Mirakaj kujton. Unë i kam të turbullta, po mbaj mend ato muret e trasha që kishin penxhere që vinin si tunele, ne fëmijët luanim aty. Dilnim nga kalaja mbrapa, nga andej duken sa ishuj të vegjël. Anash kalas ishin disa ndërtesa një katëshe, pa qati, por që kishin lavaman, lavapjat, kishin të gjitha brënda për brënda. Aty mjafton të t'i vije një qati dhe mund na sistemonin, të jetonim si njerëz. Të izoluar, po si njerëz. Më duket se kanë qenë kohën e zogut, për të burgosurit apo për izolim. Nuk e di mirë, por mbaj mend këtë, kalaja ka një burg aty për brënda, mu në qendër dhe ne ishim anash nga gështira. Nena ime kishë mbledh gur dhe i kishë ngrit ato si varre, që janë në rrugë, dhe i kishë mbushur me ato gur një hapësirë nga 2 shemeja. Lek Pervizi tregon për ushqimin. Buka gatuaj e mirë në furrën e kalas, nga një malsor, det delia edhe një qullaj nga librashti. Reshterqan ju dha urdhër e i detyroi të shtonin rrezën e gatimit me sa më shumë ujë. Nuk vleti kundërshtimi furtarëve dhe racioni i bukës doli si pelte. Mbetëm të pakënaqur, por s'kishim ç'të bënim. Por problemi qëndronte se nga miell ai u shndrrua në thekër. E buka dilte pothuajse qull. Deda propozoi të nxirrnim bukën e sakt, por në 400 gram të pjekur mirë, si kulaç, mbi rasat e furrës. Gjë që e pranuam, se paku të hanim bukë të sakt. Pra një e drekës, është koha e supës për të shuar urin. Së pari atë të fëmijëve, pastaj të pleqjeve të grave, edhe në fund urin tonë, që na ka plon nga mëngjezi në mbrëmje. Është therrja në fund të barkut, që na zgjon në mesnat. Klithma e uris, britma e të gjithëve. Këtu fëmijët të ndërrojnë kazane supe që derdhen pareshtur mbi pjata prej alumini, duke rjedhur nga do, përrejnë të çuditshëm për allash të moçme, nga porta që hapen lart, nga plasaritjet e gurve, dhe ajo cop qielli që nderet si dëshmitare e jetës që vazhdon. Shi supe, shi që bëhet lumë, sup. Është kënga e supës me një grush fasulesh. Vetëm ëndra i mbush barqet e tyre. Ëndra dhe buka e dedës gatuar me ujë deti. Kur bie nata të pangopurit e përjetshëm ngatrojnë ditën me natën dhe nisin të flasin për qartë. Më kot kërkojnë zizëllonjan, atë qiell të errët. Të pëlqente buka, zoti Dine? Po sigurisht, edhe pse ishte një gjë e tmerrshme, hanim se s'kishim çfarë ta hanim. Madje sa më i uritur të isha, aq më e shishme të duke ajo lloj buke. Këto mbaj mend. Kishim një uri të tmerrshme. Aty kishim dhe detin afër. Lashin det? Po ishte një ujdes aty që futeshe në kala, pikërisht aty na linin që të laheshim. Mbaj mend kushërinjtë e mi, Tomorin, ai që mësoi notin, Musasinën, që ka qenë atje, Lek Mirakaj. Ka qenë një beleç kalor
atje, pastaj e liruan atë. Nga janari deri në maj të vitit 1950, numëroheshin rreth 37 fëmijë. Dine, Lek Pervizi, Lek Mirakaj, Bibian Mirakaj dhe Rudina Dema ishin disa prej tyre. Mirakaj kujton. Ne fëmijëve na bënin apel 2 herë në ditë. Mbaj mend djalin e vëllait që ja thoshte gabim emrin polici gjatë apelit. I thoshte Bilian, jo thoshte ky. Unë e kam Bibian. Edhe ne fëmijët bënim apel 2 herë në ditë. Pas vitit 54, kur kemi shkuar në Lushnjë, fëmijët nuk kanë pas apel. Derisa bëheshin 18 vjeç. Ç'është ajo atje lart? Pyet Bibi. Qiell, i thote ëma me trishtin që i nderet mbi qepalla. Po qielli nuk është aq i vogël, këmbgul Bibi. Bib, qiellin e kanë zvogluar tashmë. E kanë prerë me gërshër? Po. Prerë me bajoneta. Bërë sa një shami. Bibi heshte dhe shet tutje nga gardiani që heshtë, në guben e lagësh që kullon legjendat të kripura. Edhe atëherë në ëndër, shikon një copës qiell si një balon të kartër, me shirita të bardhëresh, me fjonga kuqe blu, dhe me të në dorë, rënd, zbathur i gëzuar si një simbat i vogël, me këmbët në qiell, kapur nga bishti balonës. Ej, Bibu, ç'mënde, ç'bën kështu? Thot Gjanajo. Po Bibi me mendje vrapon në lëndinën para shtëpis. Balona tani ishte bërë e madhe sa një qiell i pambarimt. Por, tek luan me erën, ajo i shket nga duart e qielli zvogëluar dhe bet, aq sa ishte më parë. Një shami sa për të lidhur kokën e nënës që pikllon trisht. Shami për të fshehur lotët. Shami për rallë. Bibi qanë në zë, në atë botë hiesh. Bibi. Por Bibi habite që diçka zhdukur tashmë. Dhe ai ka mbetur në errësirë bashkë me nënën e tij. Eja tani të flesh, Bibi, se porta u mbyll. Nesër do ta shohësh përsëri balonën tënde, thot hidhur Gjanajo. Dhe vështron e ti të mardhura. Harta të vjetër monopate rrugësh, mbledhur grusht. Roza thuam, po të kishe lapsa me ngjyrat, ç'do të vizatoje? Diej të kuq. Vetëm diej? Po vetëm ata më shfaqen në ëndër. Ndëroj gjithmonë sikur jam në shtëpinë e diellit. Po pse nuk të pëlqen këtu me nënën tënde? Po unë nuk e dua errësirën. As këto hijet e frikshme që shfaqen nga do. Kam ftohtë. Dhe veç dielli më ngro. Do të vizatoja diej për secilin nga ju. Me sy blu dhe gojë të zjarrt, po ne jemi shumë. Po s'ka gjë, do vizatoja nga mëngjesi në mbrëmje që ju mos t'keni më ftohtë dhe portat e qiellit të mbeten të hapura. Gjyshja që vdiq më tregoi një prallë, vajzën që i kishte premtuar diellit. Dhe unë dua të jem ajo vajza e premtuar. Pres të më riten flokët, t'i bëj gërsheta të gjata, të arta, të kapem me to si në litar dhe të kolovite me të ngjitem drejt diellit. Atëherë diellit do t'i them të zbres deri tek ju, t'i hap të gjitha portat e t'u ngros sa më shumë e t'u marr pastaj në shtëpinë e tij. Dine kujton emrat e shkruar racën e kalas. Unë shpesher hipja sipër te gabina e rojës edhe shija dallgët që përplaseshin atje. Përplasja e dallgëve kishte sjell përjedhoj që uji të hynte në taracën e kalas, të cilën e rregulluan. Kushuriri im, më i rritur, më tha që e izoluan se pikonte nga do që të shkoje. Mbi materialin e izolimit, fëmijët më të rritur, ndërkohë që ai material ishte akoma i butë, shkruajtën emrat. Kushuriri im Tomori më tha që kishte shkruar edhe emrin e tim aty. Unë isha i vogël, s'dija me shkruajt, kujton Lek Mirakaj. Vëllai kishte shkruajtur edhe emrin tim. Më ka thënë djali vëllait që e kanë gjetë emrin e tij të shkruajtur, Bibian Mirakaj.
Nuk e di emrin tim, e kanë gjetë apo jo. Bie shi. Pik pik, kullon ku beja e gorit, gjithë damar, të qara dy sheku i shkuar. Delo, ndjek pikat e ujit të ëmbël, zgjat dorën dhe i prek. I prek me gjuhë, arom shiu, kohë vere. Pastaj mbyll syt dhe ndjen shiun të bjerë, shiun që shëndrit në 1000 vezullime. Kush e di nga qyni? Të ishte rebesh mërmëri Delo, dhe imagjinon të ke merë një lum i rëmbyrë, dhe a i qeshe qullet të tëri gjerë në dehje, gjerë në amshim, bie shi nga ku bea prej guri. Thua, se qaj 1000 hyni, për ata që janë nën tokë, dhe që nuk e shojnë mrekullim që quhet shi. Një javë pas vëllezrit Perviz i mbritë në kamp, në prill të vitit 1950, gratë dhe fëmijët u quan në kampin e Tepelenës dhe në Porto Palermo, mbetën rreth 150 burra. Kujton Lek Perviz. Ne në ra me ndet në një dhomë të madhe, 10 metra e gjatë, me gjerësi 5 metra, 20 veta, në 2 reshta drejten në pllaka guri. Lartësia rreth 6 metra. Vetëm një dritare e vogël ku drita vinte nga 3 metra gjerësi muri. Po, Leka kujton edhe çfarë pasojash kishte qëndrimi në Porto Palermo. Nga rrethanat e ushqimit të keq, nga lagështira dhe errësira, një pjesë të internuarve u qorruan. E kur binte mbrëmja, duheshin shoqëruar për dore se nuk shihnin asgjë. Ndërka që u shfaqe edhe dizanteria, që zuri disa prej nesh, po më keq e në gratë të fundit ishte Musa Sina, që ruaj prej shokëve. Reshter Qaniu, që u njoftua kur erdhi dhe e patë së murin, që po jepte shpirt, tha me urrejtje, merreni këtë karm e hidheni në det. Të merë, thot Barth Kupi. Sa nuk ju hodhëm reshteri dhe Zotin na përmbajti se do ishte bërë ataja. Toj, po ngjarja mbeti. E dëgjuat. Çfarë? Trokun e kalit të kuqi që shkon në përherë bashkë me shpresat e mia ngjyrë purpur. E dëgjuat. Çfarë? Zogjt. Turtullesha krashkruar, larë në argjend. Po vinë trumba të mëkojnë plagët tona të zisë në botën e zisë dhe të gurit që nuk mund të klith. E dëgjuat. Çfarë? Për te i murit dikush këndon në zë që dridhet. Në përbrymën e mështeknave, është burri imi vdekur, ka mall. Nuk dine se po vjen apo po shkon. E dëgjuat. Çfarë? Deti rënkon. Ha ç'gjë. Është tania jon që mbytet, me gjithçka na përkiste dikur. Pragjet dhe trarët e nxirë të shtëpive, trëndafilet e bardh që mbollëm në obor, livadhet e verdha dhe fustanet e bukura të nusërisë me çarçaf nderur që era e marr i ka flak larg si shpend të marosur që shkojnë e s'diet se ku. Dhimbje e pafund në një det të pafund. Në terrin e një jete kishte një rezet dielli, kishte një rezet drite. Dhe ata ishin banorët e Himarës. Lek Mirakaj kujton. Nana thoshte që vinin ata fshatarët nga Qeparoj, me demek, me na shit portokale, po në të vërtet ata nuk vinin me na i shit, vinin me na i fal. Do me thënë, ka njerëz. Ishin njerëz të mirë. Ata dinin kush jemi, edhe vinin me na pru portokale. Në tetor të vitit 1950, një anije italiane do të bëjë shkaku i mbylljes së kampit burg Porto Palermo. Ajo kishte ardhur pranë mureve të kalas për t'i shpënduar mbytjes nga koha e keqe. Të trembur se në të ardhmen anijet huaja mund të ishin një mjet për të burgosurit që ta ratiseshin,
regjimi vendosi ta mbyllte burgun dhe të zhvendoste burrat në kampe dhe burgje të tjera. Historia e Porto Palermos shfaqet pak në dokumenta, por dëshmitë të mbijetuarve janë prova gjallë e një burgu çnjerëzor të regjimit totalitar, një pjesë e errët e kësaj kalaje. Shumë nderuar kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, nderuar zoti Fizullau, përfaqësuesi i shoqatës, drejtuesi i shoqatës për ndjekurve politik, shumë të nderuara familje që keni në historitë tuaja gjurmë të këtij kalvari, kësaj mbijetese, dashur Alda, të nderuar përfaqësues të pushtetit vendor, kam përgatitur një letër, mirë po u tha aq shumë dhe sidomos mbas interpretimit të mrekullueshëm të dy aktorëve. Mendoj që shumë gjëra do t'i reduktoj nga fjala ime. Do t'i përgjigjem shkurt pse ne vendosëm që këtë vit të mbetemi këtu në Porto Palermo dhe shumë detaje për punën tonë ne i kemi përmbledhur tek ekspozita ku ka punuar një ekip i madh i autoritetit. U zgjodh Porto Palermo pikërisht sepse në kuadrin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave, Porto Palermo mblidhte 3 histori. Si shta kryetarja, është historia e të internuarve të kohës pushtimit. Ne gjetëm gjurmë në arkiv që ky vend është përdorur si vend internimi për persona që regjimi fashist nuk i donte, bashkë me shumë vende të tjera që u shpallën si vende internimi. Jo më larg se vjet kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me Institutin e Studimeve Mesdhetare të Italisë, kur 2 studius erdhën me ne në Tepelen dhe treguan Tepelenën në 2 kohë. Dhe aty ato shpërfaqen për masën e madhe të shtypjes politike në kohën e okupacionit, ku rreth 20.000 shqiptar ishin nën masa survejimi, rreth 5.000 ishin të dënuar për arsye politike dhe shumë prej tyre ishin të internuar. Ata kishin ndjekur dhe fatin e antifashistëve shqiptar të shquar në Itali dhe ne kemi tashmë listat që ato kanë rikuperuar nga arkivat italiane, ku emra të nderuar, sikurse ju përmendet Petro Markon, po dhe shumë të tjerë nga familje të shquara shqiptare, që s'po dua t'i listoj, po natyrisht duhet t'i shkruajmë mirë, që vinin nga rrymë të ndryshme politike të kohës, qoftë komunist, antifashist, qoftë nacionalist, të rrymave të ndryshme qoftë të legalitetit, unë gjendën në kampin e rezistencës antifashiste, por pastaj për fat të keq ju desh të, meqense ishin tek rryma e demokracisë dhe pluralizmit, ju desh të ndodheshin përballë edhe regjimit të ri komunist, ku dhe familjet e tyre ishin dhe viktimat e para. Kjo ishte historia e parë. Historia e dytë është ajo që ne tashmë e zauruam dhe të ta njohim më mirë edhe nga ekspozita, po këtu unë dua të ndalen me një sens mirënjohje dhe falënderimi dhe përulje për gestin shumë fisnik të 5 të mbijetuarve. Nuk është kollaj sot të flasësh, të hapësh, të thuash zemrën, të dyert asaj traume të fortë që ka përjetuar familjet e tyre. Nuk është vetëm Tepelena ose Porto Palermo që ata tregojnë. Fati i keq te ne pothuajse me të gjithë e kemi të dokumentuar është që ata nuk u kursyen edhe për 47 vjet derisa kanë dalë nga vitet 90. Domethënë urrëtia ose frika do thoja që ka pasur sistemi komunist për familjet e nda shqiptare që kishin një inspirim ishte kaq e madhe se ata vërtet i izoluan ata dhe nuk ka domethënë fjalë që ta përshkruaj se si ato munden të mbijetojnë. Mua vetëm më vijnë ndërmendje 2 fjalë që vijnë nga shqiptarë të mëdhenj, si për shembull atë gjë që kishte te poema e tij Adeu, ai thot atë dhe me fjalë të tjera për ty e pres në dëshkimin. Mendoj që kjo ka qenë forca e madhe e këtyre familjeve patriote, adetare që për atë dhe kanë ndëruar. Njëtën gjë na thot edhe në amanetin e tij Mitrush Kuteli, ku i shkruan fëmijëve të mos ju shqasë zemra kundër adeut edhe kur ai u vret. Unë këtu e gjej, domethënë forcën e madhe morale fisnikërin, edhe vërtet jemi shumë larg këtyre vlerave të mëdha që sido që të vi puna, ta duam Shqipërinë dhe të japim maksimumin për vendin tonë, për njerëzit, sidomos për shqiptarët. Unë kam një falënderim shumë të madh edhe për ekipin e IDSSH-s, do ta them, megjithëse forumi këtu është më lart se kaq, ato kanë punuar, nuk e di ku është Bruna, ku është Milena, ku është Elona,
kushdori, puna ka qenë shumë e madhe, është mundur të rikuperohet nga mungesa dokumentave, janë rikuperuar emër për emër familjet, personat, historitë e tyre, shkaqet, janë gjërmuar aty ku janë marrë dëshmi të nivelit shkencor, është bërë një pyetësor i cili është aprovuar në autoritet, thuaj zoti Gjergji, neve kemi një drejtim kolegjial dhe pyetjet janë përcaktuar që përpara pa u mediatizuar përgjigjet, me kusht që me qëllim që ne të kishim dëshmit të pandikuara nga njëra tjetra, sepse dihet një faktor indikimit nga media dhe janë marrë të dëshmi në kohë të qetë. Të gjithë të punë ka bërë ky grup i autoritetit dhe shumë të tjerë që kanë ndihmuar, të cilët unë vërtet dua t'i falenderoj nga zemra, sepse mendoj që është një burim shumë i madh përveç arkivës së zgjetur, që do t'i shërbej jo sot, po dhe brezave që vinë, që të marrë nga dëshmitarët okular të dorës parë të dëshmi. Përveç falenderimit, unë vërtet ndihem shumë mirë me atë që u thanë tek dëshmia që e thonë edhe të mbijetuarit që solidariteti i popullatës jashtë i kampi ka qenë në atij niveli që me gjestet vogla njerëzore kanë mundur t'i mbajnë lidhjet, sepse siç e thot ato e dinin kush ne ishim, ato e dinin se ç'po ishin dhe janë munduar prandaj sot ndihem mirë që kemi këtu pushtetin vendor i cili do ta vazhdoj këtë traditë të solidaritetit dhe me gjeste do ta tregoj këtë. Në emër të autoritetit unë do t'i lutesha shumë pushtetit vendor që të shikojë mundësinë për të vënë një ekspozit jo shumë të madhe jashtë ose në një vend të përshtatshëm që këto materiale që janë mbledhur dhe të tjera që do mblidhen të mund të bëhen pjesë e narrativës të këtij vendi. Le të jetë ky vend një vend prosperiteti, le të jetë një vend turistësh, le të jetë një vend koncertesh dhe gëzimesh, po le të mos e harrojmë edhe këtë, sepse është pjesë nuk është thjesht një kujtesë personale këtyre familjarëve, por është pjesë e kujtesës kolektive tonë, të cilën ne vetëm duke e pranuar, duke treguar, duke munduar të zhbëjmë ato pasoja, mund të mos e përsërisim më. Me këto, ja u lë fjalën juve. Faleminderit gjithëve dhe sidomos do ta them, ndihem vërtet e frymëzuar nga fjala që mbajti kryetara e kuvendit. Me kalimin e viteve që unë bëj këtë punë, kam dëshmuar një ndërgjegjësi në rritje të klasës politike, po sot, domethënë, u ndodha vërtet mirë që gjithë zërat e të përndjekurve dhe puna jone e përditshme që bëjmë ka pasur vëmendjen e dur, po ngjalli interesin e dur dhe pash një qasje që vjen nga zemra, jo vetëm nga politika ose nga truri. Faleminderit. Le të shpresojmë të jemi bashkë për të bërë. Për punën e saj në drejtim të nxitjes së leximit dhe botimit të letërsisë së kujtesës, ftojmë drejtoreshën e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, zonjën Alda Bardhyli. Nderuar kryetare e kuvendit zonja Spiro Pali, nderuar përfaqësues familjar të ish të burgosurve politik që keni historinë tuaj pikërisht në këtë hapësirë, nderuar kryetare e autoritetit, nderuar përfaqësues i pushtetit vendor, të nderuar miq të pranishëm. Në fakt, kur po dëgjoja interpretimin e Dritanit të mbjetuar që vinin nga dëshmitë të mbjetuarve këtu, u kujtova që unë kam pasur fatin të njoh dy prej tyre gjatë punës sime me librin, pikërisht Lek Previzin, i cili vite më parë erdhi në hapësirat e punës ku unë punoja dhe më solli një dorëshkrim dhe dorëshkrimi ishte Orlando i çmendur, pikërisht vepra e madhe, kryevepra e letërsisë italiane, e cila ishte përkthyer dhe ishte në dorëshkrim. Kujtoj ende atë burr aq elegant me një kulturë tepër të gjerë, i cili më shumë sa për vuajtjet e burgut fliste pikërisht për këtë pasuri të madhe të letërsisë italiane, e cila duhet kishte ardhur me kohë në Shqip dhe ishte një punë që kishin bërë pikërisht këta ish të ndjekur politik. Njoha nga rrëfimet e Dritanit, një tjetër personazh që kam pasur fatin ta njoh dhe nuk e njeh këtë përmas të tij, është pikërisht Dine Dine, i cili tashmë jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me Dinën ndoshta 5-6 vite më parë punonim për romanin e tij të ri, një histori dashurie, e cila kishte ngelur në mes pikërisht për shkak të internimit të tij, ishte rrugtimi i tij për të kthyer pas në kohë dhe për të treguar përmes letërsisë dhimbjen e madhe. Dua të them që letërsia në një farë mënyrë është gjithmonë një rrugtim në të shkuar, është gjithmonë e lidhur me kujtesën, ndaj Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit gjithmonë më tepër i ka dhënë rëndësi pikërisht të
përshfaqjes në diskursin publik të kësaj pasurie të çmuar trashëgimisë son shpirtërore që vjen pikërisht nga ajo që ne quajmë letërsia e burgut, apo ashtu siç quan një poet vërtet i mirë i letrave shqipe dhe ish i burgosur politik Visar Zhiti, burgologji. Ne jemi duke punuar për të mbështetur autor që vijnë nga kjo letërsi, studime mbi këtë letërsi, duhet kemi më shumë studime mbi këtë letërsi, bashkë me Gentën, me autoritetin, ne do të përpiqemi që të botojmë Nikolan, të japim jetë Nikolane vitin tjetër që do të ketë në qendër pikërisht botimin e autorëve që na vinë pikërisht nga letërsia e burgut. Ndaj më vjen mirë që Varik Festival, një festival i cili tashmë është kthyer në edicionin e tij të dytë, ndaloj pikërisht në këtë hapësirë të trashëgimisë son kulturore për të folur për kujtesën, për të kujtuar pikërisht këta personazhe, burra, gra, fëmijë, por edhe autorë që kanë vuajtur pikërisht në këtë hapësirë si një formë për treguar që sa e rëndësishme është kujtesa për të vijuar dhe për të parë në syt dhe në dritën e së të ardhmes. Në fakt doja ta mbyllja fjalën time me një shprehje të Oscar Wilde, i cili thoshte që kujtesa është ditari që gjithsecili mban me vete dhe mendoj që kujtesa dhe pikërisht kjo kujtesë që përshfaqet këtu, por në të gjithë historinë tonë, jo vetëm në vitet 59-40, por në të gjithë të shkuarën tonë komuniste, është e strukur dhe do të jetë gjithmonë në ndërgjegjen tonë. Faleminderit. I nderuar i Zotit Tavo, për një arsye familjare nuk ndodhet fizikisht këtu, por fjalën e tij do të na e përcjell Zoti Klajdi Mati. Së pari më lejoni që në emër të kryetarit të sapo zgjedhur Zoti Tavo të kërkoj ndjes që ai nuk është këtu me ju, kishte një emergjencë familjare dhe i duhej të shkonte. Së dyti, bas interpretimeve që unë personalisht dëgjova shumë emocionuese, imagjino ti dëgjosh nga goja e atyre që e kanë vuajtur. Gjithsesi, e nderuar kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, zonja Elisa Spiropali, e nderuara kryetarja e Autoritetit për Informim mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit, e nderuar drejtoreshe e Qendrës Kombëtare të Librit, zonja Alda Bardhyli, i nderuar kryetar i shoqatës kombëtare antikomuniste dhe i ish të përndjekurve politik të Shqipërisë, Zoti Ethem Fezullari. Të nderuar dëshmues dhe ju familjar, të cilët patët njerëzit tuaj të pafajshëm, antikomunist, që ju mohoje drejta dhe u izoluan në muret e kësaj kështjelle. Të nderuar miq e të pranishëm, në kuadër të 23 gushtit, ditës së kujtesës europiane për viktimat e regjimeve totalitare, kujtojmë sot me nderim ata qindra burra, gra dhe fëmijë që vuajtën në muret e kësaj kalaje. Sot ne nderojmë ata, ku midis viteve 1949-1950 u dënuan vetëm për faktin se ishin kundërshtar ideologjik të një regjimi totalitar, si askund tjetër. Shprehim mirënjohjen më të thellë për zonjën Sula, institucionin që ajo drejton, e cila si gjithmonë na sjell memorjet historike që vendi jon ka kaluar. Këto dhe aktivitetet që ju drejtoni do t'japin shtys ndërgjegjësimit të brezave dhe rreziqet që i vijnë shoqërisë, prej ideologjive ekstremiste dhe regjimeve totalitare. Duke ruajtur kujtesën historike, ne arrim të shohim më qartë drejt së ardhmes, duke kontribuar në paqe, pajtim, harmoni, lartësim të vlerave njerëzore dhe në parandalimin e konflikteve e krimeve në emër të ideologjive radikale dhe bindjeve ekstremiste, ne do të kemi një shoqëri më tolerante,
dhe më të përkushtuar ndaj lirive. Historia nuk mund të zhbëhet, por duke mësuar prej saj, e ardhmja mund të shkruhet. Një popull mund të eci përpara me integritet vetëm, duke kujtuar e nderuar sakrificat dhe vuajtjet e paraardhësve të tyre. Ne jemi sot këtu, në këtë monument të trashëgimisë kulturore, ku gërshetohet e mira me të keqen. Nga njëra anë dëgjojmë për dashurinë që Ali Pashte Pelena i dha Vasiliqis dhe për këtë kuror të bukur që i vuri asaj në brigjet e Jonit, por nga ana tjetër shikojmë vuajtjet e qindra burrave, grave e fëmijëve që humbën lirinë gjatë viteve 1949-1950, ku kjo do të jetë për gjithsesi e paharruar për ne. Turistët e sot, e të nesër, vendaset të huaj dhe brezat e ardhshëm duhet të kuptojnë se muret dashurore mund të kthehen në varrmihës të lirisë. Se mrekullia natyrore bregdetare mund të shndrohet në një alkatraz izolimi. Se një vend i tillë magjepës me pamje për nga horizonti pafund mund të jetë një perde e hekuri, torture e mangthi. Shoqëria e emancipuar, shoqëritë e emancipuara kujtojnë. Nuk fshin asgjë nga memoria historike. Kulla e famshme e Londrës, Palazzo Vecchio, Kështjella San Angelo në Romë, e shumë vepra të tjera kanë shërbyer nga vepra e kryevepra, kanë pasur habitate torturuese ndaj shumë shpirtrave të lirë e të pafajshëm. Edhe ky monument i mrekullueshëm, Kalaja e Porto Palermos, ka të gdhëndur në gurët e saj emrat e atyre që përjetuan ferrin dhe privimin e lirisë. Sot në ditën e kujtesës europiane për viktimat e regjimeve totalitare, ne kujtojmë me nderim të përvuajturit e kalas së Palermos. Por, dhe në të njëjtën kohë, të gjithë ata që anë mban vendit, vuajtën në atë ferr gjysmë shekullor. Mesazhi ynë sot, nesër dhe përgjithmonë është vetëm promovim i lirisë, demokracisë dhe kur më ekstremizmit të çdo lloj ideologjie e cila mund të jetë nga më vrastaret. Unë u falenderoj të gjithëve dhe gjithë të mirat në shtëpitë tuaja për ju. Qytetare. Ftoj kryetarin e Shoqatës Antikomuniste të Shqipërisë për të ndarë me ne historinë e tij të internimit dhe punën e kësaj shoqate në drejtim të hapave për më vëmendje institucionale dhe qytetare ndaj ish të dënuarve politik në vend. Zotin Ethem Fezollari. Nuk do vënë shumë, e nderuar zëri kryetare e autoritetit, e nderuar zëri kryetare e kuvendit, nderuar zëvendësi bashkisë, suksesin dhe detyrën tuaj të re, që të flasë unë mendoj pak a shumë janë ezauruar qerat. Vetëm gjë duhet të shtoj, që mos mendoni se kampi Porto Palermos ka qenë mi të mërshëm se sa kampet e tjera. Janë vetë e kam përjetuar, që në moshën 4 vjeqë. Dhe nuk kam parë asë më mirë, asë më keqë, të gjithë ato që u kujtuan këtu. Unë di, bilem disa gjera, por nuk ka kohë se e shoqë njerëzit janë mërzitur. Por duhet të them zonjës kryetare, që e falenderoj në emër të shoqatës, në emër të përsekutuar, që e para herë mas 34 vjetësh në shumë një autoritet të shtetit. Dhe këtë merë përgëzimet tonë.
dua të shtoj, sepse ne, fëmijë të atyre prindërve, që kur nuk bën ndonjë të keqe, ka shi pushtet, diktaturës. Thjesht qenë kundër ideologjisë komuniste dhe u dënuar, u vra, u internu, u përshkatun, u ratisën. E them publikisht, unë vi nga një prind që ka qenë krau i djathtë i luftës nacionale shqiptare. Por kam marrë goditje që më 46, që kur kam qenë një vjeç. Dhe më 49 detyruan babën ma që dënuar me pushkatim, ai jeti rastin e urratisë, që më të nesme ne kemi shkuar në Kodër Kamës, e cili ishte një kamp për qëndrimi ku ishin mbajtur robrit gjerman. Mere me ndrit mbash robrit gjerman dhe të qosh fëmijët atje. Ku një aspekt po ju them, që është trondisë, sepse kam jetë prijetuar. Vini fshatarë, si qëta dikush këtu, sepse u vinte keq. Dhe policia nuk e lejon të t'i fusin fiq, në i darë, në i modë, por i lini jashtë telave. Dhe ne si fëmijë, vini merë. Jo vetëm që nuk në lejonit i meri me vete, por kishin një qistern, të cilë si ishin hapur disa vrima me truel, dhe na futin në gradë ku temperatura ishte 20. Atje krijosh e 60. Dhe kam parë me sytë e minj ku kanë vdekur shumë fëmijë bashkë në qistern të zezë dhe të urryer. Megjithatë, do t'i bie shkurt, mase ka raste tjera që të dëgjojmë bemat e diktaturës. Me këtë rast, unë do t'i lutesha kryetarës Kuvendit, me që dëgjova disa premtime për positja drejton, që zonja kryetare duhet dish që ishte të përsekutuarit janë urryer deri në ditët e ardhjes së demokracisë. Pavarësisht personat që ishin direkt të përsekutuar, fëmijët e tyre apo pasardhës e tyre. Dhe si e tillë, ne 70% të kësaj shtrese kanë qenë bujk robër për 46 vjet. Dhe jo vetëm kaq, por duke bërë punët të rëndomta, sepse shkolla për ne ka qenë modë e ndaluar, që dhe një profesion të thjeshtë. Kemi bërë punët më të rëndomta, në ndërtim, mirë, po kryesisht ka qenë bujësia. Dhe unë të gjë çdo ditë më vinë njerëz. Pensioni këtyre njerëzve është jo më shumë se 200.000 lekë të vjetra në muaj, të cilën bën që jo vetëm për kohën e diktaturës që nuk ekzistuan që dhe një ditë të vetme, por akoma po vazhdojnë të vuajnë. Ne si shoqat kemi aplikuar që shteti brenda mundësive t'u jepë një status i veçantë, t'u shtohet këtyre njerëzve një pension, se nuk kanë ngelur shumë, janë shumë pak. Me i riu që unë kam qenë 4 vjeç, po i afrojmë 80. Domethënë, 80% të kësaj moshe kanë ikur dhe nuk është ndonjë dëm ekonomik të afrojmë kësaj shtrese një qoftë një gjë të vogël. Por duhet të dini se janë nën standardin e njerimit, një pjesë e tyre. Unë di që ka akoma nga shtresa jonë që flenë në për bunkerë. Megjithatë, një dhe dyta, do të shëronja me këtë rast, falenderoj zonjën Sula, që ka marrë një nismë dhe ne e përgëzojmë për nismë që ka marrë. Këto
gjëra duhet të shkruhen. Të shkruhen dhe të viren në tekstet shkollore. Që të mos harrohen kur, që brezat e ardhshme të ta dinë se çfarë ka ndodhur dhe të mos përsëritet kjo kuleri që i ra popullit shqiptar për 46 vjet. Unë nuk mendoj që ka pas njerëz aq ligjë Shqipëria. Qoftë edhe ata krye që i bën këto bëra, por ishin të diktuar nga rusët dhe jugoslavët. Këto fakte. Ata nuk na donin Shqipëri, as shqiptarët brenda Shqipërisë. Donin Shqipërinë ta merrin pa shqiptar. Por nuk e arritën. Dhe sot e gëzojmë lirin tonë. Një edhe dyta, do të dëshiroja që brenda mundësive, unë kam shumë për të shprehur, nuk dua të lodh një takim me kryetarin e kuvendit që t'ja shpjegoj disa gjëra, disa mundësira, më mirë them, dhe nëse janë të mundshme apo jo. Edhe njerë ju falenderoj për nismin që keni marrë dhe Zoti ju ruaj gjithë. Falenderoj. Bashkia e Imar në këto momente do të bëj një gjest shumë simbolik dhe shumë të bukur për mendimin tim. Do të dorëzoj certifikatat e solidaritetit për vuajtës dhe familjar të cilët janë dënuar në këtë burg. Ndaj riftoj Zotin Klajt Mata për të ndihmuar. Certifikat solidariteti i jepet familjes Mirakaj. Certifikat solidariteti i jepet familjes Kokali. Shti, do të me dhonë dy fjallë. Një, dy episode. 1929 hapi këtë kamp. Pra jemi në 75 vjetorën e hapjes së kampit të mërshëm të Porto Palermos. Është fol pak për kampin e Porto Palermos. Ka një merit autoriteti për informimin dosjet e ish sigurimit shtetit. Nga Tepelena, është fol shumë për Tepelenën, për të merret në atë kamp, për mungesën e higjienës, për urinë, për vdekjet e fëmijëve, të plegjve, sa ashtu ishte ndërtuar në kampi të Tepelenës. Edhe disa familje të personaliteteve të asaj periudhë, Ministria e Mbrëmshme hartoi një listë me një vendim djallëzor që për veçurisë dhe mungesës higjienës, këta njerëz kishin edhe një vujtje shpirtërore, një mall për njëri tjetrin, pra i copëzoi familjet. Këtu të shumë s'po i përmendin gjitha familjet që o përmendën, po desha të them si të është dy episode. Këtu gatu është e buka, nga dy vlezër malsor me emrin Doshi. Vasil Kokali, i cili ka shkrujt këto kujtimet për kampin e Porto Palermos që ka qenë pjesë e tij, thot, ai Vasili ishte njëri shumë i ndershëm edhe shumë merakli. Tregojnë ata shokët e vet që kur kreheshte, para pasqyrës i binte me krahën 100 herë lopë. Edhe ishte shumë merakli edhe në të veshme, rinia ka dhe të bukurinë e vetë edhe ishte edhe djali i pashëm. E ju thotë të një dy vlezërve. More, si nuk ju pash njerë t'i lani ato govatat që gatuni bukën. Edhe ata i përgjigjen, Vasil, nuk ka nevoj, sepse govatat i lajnë për mrekullim mitë, sepse miti ishin sa macet. Edhe episodi tjetër është si që tha këtu nuk ishte ujë. Ishte një pus me
ujë nga deti. Kur erdhen fati tyne, ishte se u duk ajo anija. Anija ishte ngarkuar me materiale ndërtimi, edhe ankoru këtu në Porto Palermo. Policia që rumë të kampin, lajmëroj Ministrinë e Brendshme. Thot ka arë një anije dhe do të na i marri këta armiqt. Në fakt, ne ishim armiq, të dy palë. Ne ishim armiq e diktaturës, ata ishin armiq të lirisë. Pra ishim dy armiq përballë njëri tjetrit. Ishim personalitete të politikës, të ekonomisë, të historisë, ministra, president. Edhe referuesit thekson se gjatë luftës dytë botërore u zhdukën 60 milion njerëz. Ndërsa komunizmi në kohë paqe zhduku 100 milion njerëz. Nuk është ndonjë satisfaksion, paktën unë nuk ndigjoj dhe besoj edhe bashkëvujtësit e mi që të flasin për periudhën e diktaturës. Po siç thotë kryevepra atë zëfllumi Ernoj për me treguar, ne e njim si detyrë morale edhe përgjegjësi morale për me shfy në mënyrë që këto tragjedina mos përsëriten, edhe ashtu si që kam theksu dhe për përsëris prap, njerëzit duhet të jetojnë në paqe me njëri tjetrin pavarësisht bindjeve të tyre politike. Kjo është ai mesazhi. Pra, këto takime nuk është për me thënë, o të shkretët sa ka lujt. Unë të paktën atë nuk e duroj dot. Atë e përballuam me sakrifica, ne nëna tona me thënë drejtën sa ato na kanë rrit, i quajmë heroina dhe heroina kanë qenë. Dhe mesazhi i këtyre takime është kjo që i thash, që njerëzit duhet të jetojnë në paqe me njëri tjetrin, ashtu që tha dhe zoti Çavushi, një ish i burgosën politik. Ne sigurisht që kemi nevojë për ato që tha kryetarja e Kuvendit, por nevoja më e madhe është që ne do të çlirohemi vetveten. Ne nuk kemi çliru. Ne akoma mendojmë sikur kemi zbrit sot nga malje po luftojmë. O zotni, të gjithë ata që kanë luftuar, kanë dhënë jetën në luftë për liri kundra pushtuesit, respektohen në gjithë botën. Edhe ne do t'i respektojmë. Por nuk ka ra vetëm komunista, ka ra dhe tjerë. Mujo Ulqinako është i pari që ka ra. Edhe themi 5 maj, jo zotni nuk është 5 maj, është Mujo Ulqinako. Historia duhet thënë e vërteta, sa do e dhimbshme që tjetë. Ka nevojë populli për një histori, për një të vërtetë. Tash unë po mbylli, ju falenderoj edhe bashkinë. Klaudio, falenderoj për vlerësimin. Certifikat solidariteti i jep të familjes Çapo në shenjë kujtimi dhe respekti për lirinë e mohuar në Kalan e Porto Palermo. Lefta Mersini. Më falenderoj të gjithëvet për fundër që më keni bërë, pavarësisht vuajtjeve që keni kaluar. Më falenderit. Certifikat solidariteti i jepet familjes Kaloshi në shenjë kujtimi dhe respekti për lirinë e mohuar në Kalan e Porto Palermos. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, të gjithë pjesëmarrësve, kryetari i autoritetit dosjeve, përfaqësuesi i bashkisë, familje dhe të përndjekurve politik. Unë jam pasardhës i një familje të Kaloshëve të Dibrës, që sistemi hoxhist e burgosi pushkatoi dhe shkatroi për vite me radhë, dhe do t'ju tregoj një tregim të stërgjyshes time Sheme, gjatë rrugtimit të saj për në këtë kala, tek më thoshte, pas djegjes së kullave, vrasjes së 34 djemve të familjes Kaloshi, forcat partizane nuk u ngopën me atë veprim, por donin dhe gratë dhe fëmijët t'i degdistin dhe t'i përcjellin për në këto mure.
Historia e familjes time është shumë e gjatë, por unë nuk dua ta prish këtë ndenjë. Ju falenderoj të gjithëve që jeni pjesëmarrës. Theksoj, falenderoj kryetaren e autoritetit dosjeve, përfaqësuesin e bashkisë, falenderoj të gjithë familjet e të përndjekurve politik dhe i bëj thirrje të gjithë qeverive si drejtuese dhe si ato që e kanë drejtuar për 34 vite Shqipërinë. Familjet e përndjekurve politik janë emblema dhe bërthama e këtij vendi. Faleminderit. Certifikat solidariteti jepet familjes Aziz Ndreut në shenjë kujtimi dhe respekti për lirinë e mohuar në Kalan e Porto Palermos. Zoti Dash Ndreu. Certifikat solidariteti jepet familjes Çullahaj, po, më falë, në shenjë kujtimi dhe respekti për lirinë e mohuar në Kalan e Porto Palermos. Më falë për lapsus. Ju falenderoj që na dhatë nderimin e certifikatës nderit. Familja ime është një familje e madhe, po i përkaz trevës e Elbasanit, jo të Librali. Kështu që ka një gabim, po s'ka problem. Kam pas fisin të gjithë këtu, 8 xhallarët e mi. Gjyshi u ratis në 46-ën, edhe erdhi me atë nëndecën për të marrë familjen e tij. Edhe izoluan familjarët tanë. Tashmë xhallarët e mi nuk rrojnë më asnjë. I fundit ka qenë babai im që ka ndruar jetë para 4 vitesh, po i kujtonte të gjithë bashkëvujtësit e vet, jo fiset e veriut, po të qoftë fiset e jugut, apo të Shqipërisë mesme. Që me këto refleksione që jepen her pas here, të citohet të gjitha fiset, se ka pa dhe fise veriore, po edhe fise jugore. Ju falemderit për nderimin që më dhatë, edhe një kërkesë kisha për Parlamentin Shqiptar që të dënojnë gjelatët dhe krimet e komunizmit dhe të hiqen stimujt e nderit këtyre individëve që fatkeqësisht i mbajthen në kohë demokracie këtu. Ju falemderit. Po sigurisht. Certifikat solidariteti jepet familjes Cen Elezi Ndreu në shenjë kujtimi dhe respekti për lirinë e mohuar në Kalan e Porto Palermos. Faleminderit gjithëve. Uroj që këto të shërbejnë për brezat e rinj që të mos përsëriten asnjëherë më në historinë e njerëzimit. Faleminderit. Mavro. Certifikat solidariteti jepet familjes Mavro në shenjë kujtimi dhe respekti për lirinë e mohuar në Kalan e Porto Palermos. Ju falenderoj të gjithëve për respektin e prindërve tanë, se unë baban e njoha në moshën 12 vjeç. Kam qenë bashkë me Simon Mirat. Të gjithë këta dim që juve zotë unë i ka pas shumë. Kam jetuar bashkë me gjithë. Edhe ju faleminderit gjithë shoqërisë që na respektuat. Absolutisht. Është detyrimi i gjithëve të respektojnë. Certifikat solidariteti jepet familjes Buzuqin në shenjë kujtimi dhe respekti për lirinë e mohuar në Kalan e Porto Palermos. Faleminderit. Certifikat solidariteti jepet familjes Lolo në shenjë kujtimi dhe respekti për lirinë e mohuar në Kalan e Porto Palermos. Do të thuash 2 fjalë. Faleminderit të gjithëve për ftesën. Kujtojmë vuajt e prindërve tanë dhe përpiqemi që të jemi sa më mirë, të bëhemi njerëz më të sjellshëm, më të edukuar dhe të besojmë te Zoti.
Faleminderit. Certifikat solidariteti jepet familjes Kthupi në shenjë kujtimi dhe respekti për lirinë e mohuar në kalane Porto Palermos. Faleminderit. Kënaqësi. Zonjoshe, ti je brezi i fundit, mund të them vetëm dy gjëra me leje dhe pa leje. Sot kemi ardhur të dy bashkë, babë e bij, sepse ndoshta ishte mënyra më e mirë që këtë kujtimin që të parët kanë pësuar apo kanë vuajtur t'ia përcjellin brezave dhe ta të rinjt janë ata që duhet ta çojnë përpara. Zonja Suli, shumë faleminderit për iniciativën, shumë faleminderit edhe për punën që bëni. Zonja kryetare e kuvendit, një kërkesë, ju lutem, nëse unë nuk gaboj, zonja Suli ka të depozituar një akt parlamentar për caktimin e një dite kombëtare të kujtesës. Është e trishtueshme fakti që ne mblidhemi sot në 23 gusht sepse është dita ndërkombëtare e kujtesës, ndërkohë që ne si kom apo si shtet nuk kemi një ditë kombëtare të kujtesës. Do të ishte nisma më e mirë për të vazhduar dhe pastaj për ta mbajtur mend çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Faleminderit gjithëve. Ju falenderoj vërtet për pjesëmarrjen, zonja kryetare, ju faleminderit. Në tingujt e Izra Rekës dhe Gerald Alushi, dy instrumentistë të rinj të cilët duhet i respektojmë, përfaqësojmë brezin e ri, dhe më pas së bashku do të vizitojmë një ekspozitë shumë të këndshme pikture që ndodhet këtu. Ju falenderoj të gjithëve.